Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është përzgjedhur që nuk do të ndikojë mbi identitetin e popullit të Maqedonisë, shkruan sot gazeta greke Nafter Mboriki. Disa gazeta prestigjioze greke sot e transmetojnë përgjigjen e pyetjes parlamentare të kryeministrit Gruevski në lidhje me çështjen e emrit. Madje Nafter Mboriki thekson se Gruevski ka theksuar se VMRO të PMN nuk dakordohet me çfarëdo të qoftë zgjedhje që do të parashikojë ndryshim të kushtetutës me qëllim të ndryshimit të emrit kushtetues, zgjedhje që provokon në identitetin e popullit, gjuhës dhe kombit të Maqedonisë dhe nuk do të lejohet çfarëdo të qoftë zgjedhje të miratohet pa organizuar paraprakish referendum. Me titullin Zgjidhje pa ndryshim të emrit ton kushtetues, Elefterotipia me temën e njëjtë shton se Gruevski ka theksuar se qeveria e Maqedonisë dëshiron të intensifikojë negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit, por nuk ka përgjigje nga pala greke. Problem kryesor në këtë moment është që edhe ne dhe ndërmjetësi kemi problemi të flasin me Greqinë. Problem kryesor është se si të vendosë dialog për këtë çështje, e transmeton Elefterotipia, deklaratën e shefit të qeverisë së Maqedonisë.